تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. Pjesët ose hiset e caktuara të trashëgimisë janë pak, janë të lehta, janë vetëm 6 thyesa, vetëm do të më mësu secilit cila thyes i takon ose cila hise i takon, cila pjesë e trashëgimisë dhe në cilat raste. Domethënë kjo është megjithëse nëse e shpjegojmë në një ulje, në një mësim, duket komplikuar se shumë herë përsëriten numra. Por me të vërtetë është e thjeshtë kush do t'i dedikohet që ta mësoj, është e lehtë dhe e thjeshtë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Vetëm duhet të keni zell për të mësuar dhe mësues të mirë, domethënë që ju a shpjegon. Më tutje kemi disa çështje tjera në trashëgimi që nuk ka të bëjë me matematikën, mos u friksoni, do të thotë. Në hadithin e radhës, hadithi 294, thot autori rahimahullah, an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, do të transmetohet nga Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, ka thënë qultu ya Rasulallah, atanzilu gadan fi darika bi Makkah? Thot, thashoj dërguari Allahut, a do të qëndrosh, a do të banosh nesër në shtëpinë tënde në Mekë? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw dur. Do të thonë, ka thënë po ana kalon akili ndonjë shtëpi. Do të thonë nuk na kalon asnjë shtëpi. Pastaj ka thënë, la yarithu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslim. Ka thënë nuk e trashëgon muslimani qafirin, mosbesimtarin, dhe gjithashtu mosbesimtari nuk e trashëgon muslimanin. Ky hadith është, domethënë është argument për këtë çështje se muslimani dhe mosbesimtari nuk trashëgohen mes njëri tjetrit. Pra nëse vdes një mosbesimtar, një qafir, atëherë ata familjarët musliman prej tij nuk trashëgojnë. Edhe kundërta, kur vdes një musliman, do të thënë nëse ka prej familjes së tij ndonjë mosbesimtar, nuk lejohet të trashëgojë mosbesimtari prej tij. Dhe ky hadith flet për çlirimin e Mekkës, kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë me sahabët e tij dhe e kanë hapur Mekkën. Atëherë ka thënë Usame ibn Zaid, ka thënë a do të banosh nesër ose a do të qëndrosh nesër në shtëpinë tënde. Do thënë tani pasi janë kthyer dhe është kthy pushteti dhe fuqia te muslimanët, pra kanë menduar disa prej sahabeve se do ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i marrë, do të thënë pasuritë e tij që i ka pasur, i ka lënë, do të thënë e ka lënë në shtëpinë e tij dhe ka ikur në Medinë. Edhe tani është e logjikshme për mendjen njerëzore që t'i marrët gjitha ato që ja kanë marrë padrejtësisht. Mirë po i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në gjithë jetën e tij, në secilën situatë dhe në secilin qëndrim komplet në çdo ditë të jetës së tij, ka vërtetuar se lufta e tij nuk ka qenë për dunja, por ka qenë me mision i dërguar nga Allahu subhanahu wa taala, që t'i thrasë njerëzit ta adhurojnë vetëm Allahun dhe mos i shoqërojnë në adhurim asgjë. Edhe kjo, megjithse, do të thënë, ky hadith nuk ka të bëjë tani me aspektin predikimit e kështu me radhë, është qëllimi për trashëgimin, mirëpo edhe të çështja e trashëgimit, prandaj është më rëndësi ta mësojmë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu normat e shariatit. Do të thënë me mësimin e shariatit kuptohet vërtetësia e këtij shariati. Edhe një prej këtyre çështjeve është edhe çështja e trashëgimit. Do të thënë e shohim se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ka luftuar për dunja, as për pasuri. Edhe ka thënë, ne pejgamberët nuk trashëgohemi. Atë që e lëm, do të thënë ajo pasuri që mbetet kur vdes pejgamberi, atëherë ajo është sadaka. Do të thënë kjo tregon se nuk ka luftuar që të grumbulloj pasuri edhe t'ja lër pasardhësve të tij pas vdekjes, as nuk ka luftuar për pushtet, as nuk ka luftuar, si thonë disa që paraqiten si më drejt, do të thënë prej studiuesve,
prej studuesve jo musliman, thonë se ka luftu për rregullimin shoqëror, për bashkimin e fisëve arabe. Asnjëra prej këtyre nuk ka qenë qëllim ose synim i misionit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E vetmja që ka qenë është që t'i thrasë njerëzit për tek Allahu. Edhe Allahu e ka urdhëruar kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Domethënë thuaj, kjo është rruga ime, unë thras për tek Allahu. Domethënë që njerëzit mos i shoqërojnë Allahut krijuesit të gjitha krijesave, mos i shoqërojnë në adhurim asgjë. Ta adhurojnë vetëm Allahun dhe askën tjetër, edhe mos ketë ndërmjetës mes robërve dhe Zotit të tyre. Domethënë kjo ka qenë lufta dhe misioni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tani edhe ky hadith edhe ky rast plotson, domethënë ndihmon ose grumbullohet te argumentet e shumta edhe ky se kur e kanë marrë pushtetin, çka do të kishte bërë një njeri dunjas? Domethënë një njeri që ka luftuar ose për rregullimin shoqëror, themi për qëllime politike ose për qëllime personale ose për pasuri e kështu me radhë. Një njeri prej njerëzve të dunjas, çka do të kishte bërë pasi e ka marrë pushtetin, pasi është kthy, domethënë vendin që e kanë nxjerr padrejtisht dhe ja kanë marrë pasurinë padrejtisht atij dhe përkrahësve të tij. Patjetër se më e pakta, më e vogla që do të ishte llogaritur drejtësi në histori. Historikisht do të ishte llogaritur e drejtë, domethënë do të kishte marrë të vetat. Mirë po, kurse më e zakonshmja që e bën njerëzit e dunjas do të kishte marrë edhe pasuritë atyre persekutuesve, të padrejtëve, zullumqtarëve. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka marrë asgjë prej pasurive të as atyre që i ka pas më herët dhe ka tregu këtë normë se muslimani nuk e trashëgon mosbesimtarin. Çka është qëllimi? Domethënë përpara se të kalojmë edhe aty, themi se kjo ka qenë gjithmonë edhe lufta e muslimanëve, kur e kanë përhapur sundimin e tyre në vende të ndryshme, nuk ka qenë qëllimi thithja e resurseve natyrore ose njerëzve ose diçka e tillë. Po ka qenë vetëm hapja e rrugës për të thirrur për te Allahu subhanahu wa taala. Kjo ka qenë sidomos domethënë në kohën e halifëve të drejtë, pastaj gjithashtu gjatë pushtetit të Emevive, domethënë fillim me Muawiyan radhiyallahu anhu, edhe në kohërat kur kanë qenë pranishëm sahabët, kjo ka qenë thirrja edhe lufta e besimtarëve. Prandaj popujt e tjerë, domethënë i kanë mirëpritur muslimanët, edhe kanë qenë të lumtur, sepse kanë ardhur njerëz të drejtë, njerëz që nuk e kanë prekur dunjan interesat e njerëzve, të pushtuarve, në thonjza të themi, por vetëm e kanë hapur rrugën për t'u mësuar tauhidin, vetëm për t'u mësuar që ta adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Domethënë, prandaj ky është qëllimi i luftës, ky është qëllimi i xihadit, që vetëm të largohen pengesat për thirrje. Nuk është asnjë lloj qëllim tjetër, domethënë nuk ka përveç këtij. Domethënë që të largohet pengesa për t'i thirrur njerëzit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Tani në këtë rast, do thot kur ka vdekur Ebu Talibi, xhaxhai i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka lënë 4 djem që kanë qenë Talib, domethënë njëri prej djemve Talib, njëri Aqil, edhe Ja'far dhe Ali. Ja'fari dhe Aliu radhiyallahu anhuma kanë qenë musliman, domethënë. Prandaj ata nuk kanë trashëguar prej Ebu Talibit, prej babait të tyre. Kurse Talibi dhe Akili kanë qenë fenë e babait të tyre. Mirë po Talibi është humbur në luftën e Bedrit. Domethënë nuk dihet a është vrarë ose është zhduk dikun, domethënë në luftën e Bedrit. Kështu që trashëgimtari vetëm i Ebu Talibit ka mbetur kush? Akili. Dhe Akili gjithat çka ka trashëguar prej babait të tij, edhe prej gjyshit të tij, themi, çka ka mbetur, që hyn edhe pasuritë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thënë ato çka i ka marr, shumicën e patundshmërive i ka shit përpara çlirimit të Mekës. Edhe prandaj nuk ka mbetur
asgjë. Domethënë tani ajo shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e ka marrë Akili, pastaj e ka shitur, tani është bë pronar dikush i treti apo i katërti. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka prej atë shtëpi, por ka qëndruar te shtëpia e Ummu Hani. Domethënë për këtë çka ajo që ka qenë kujdestarja e tij në fëmijëri, pra nuk e ka prekur shtëpinë në të cilën ai ka jetuar përpara hijretit, do thotë. Edhe prandaj e ka thonë këta, kur ka thonë Usame ibn Zeid, a do të banosh nesër të shtëpia jote, ka thonë wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw dur. Do të thonë, ka thonë ana kalon, pra s'na kalon asgjë Akili, nuk kam shtëpi unë. Do të thonë Akili e ka marrë, ka shit, do të thonë nuk kam më. Edhe pastaj e ka sqaruar këtë normë, që është ligj, do të thonë deri në ditën e gjykimit, la yarithul muslimul kafir. Do thotë muslimani nuk e trashëgon qafirin, edhe nëse e ka babain e tij ose dikant më të largët. Wala al kafir al muslim, as qafirin nuk lejohet ta trashëgoj muslimanin. Këtu dietarët kanë nxjerrë prej këtij hadithi një prej normave që është se lejohet shitja e patundshmërive të Mekës. Do të thënë, edhe kjo është temë që është diskutuar. Do të thënë, a lejohet shitet toka ose shtëpitë e Mekës? Do të thënë, ky hadith tregon se lejohet. Tjetër, do të thënë, çka tregon ky hadith është se kontratat ose shitblerjet para islamit nuk ka nevojë në islam të anulohen ose të ndryshohen. Do të thënë ajo që ka kalu është kry, do të thënë nuk ndryshohet më. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pas lirimit të Mekës, edhe përpara sahabët që kanë pranuar islamin, nuk i ka kthy kontratat e tyre. Gjithashtu edhe nikahun, do të flasim për nikahun në temat në vazhdim. Pra ato kontrata që janë bërë paraprakisht nuk kanë ndryshuar, por i ka lënë ashtu edhe ka vazhduar. Do të thënë gjitha këto, kjo është një detaj dhe një normë që duhet ta mësojmë. Do të thënë me hyrjen në islam nuk anulohen ato çka ka fituar më herët njeriu ose çka ka shit ose çka ka ble më herët, nuk anulohet. Edhe gjithashtu kjo tregon se edhe një herë këtë që e tham më herët, nëse kishte qenë kjo fe prej sajimit të njerëzve të dunjas, do të thënë do ta kishin menduar ndryshe. Do ta kishin menduar që kur hin në islam, do të thënë merret pasuria e kështu me radhë, do të thënë njerëz të dunjas e kërkojnë pasurinë. Edhe këtë e shohim në ligje të tjera. Do të thënë edhe në ligje çka i quajnë civile, edhe në ligjet e feve tjera, do të thënë shihet se sikur fokusimi është te përvetësimi i pasurisë. Do të thënë me hyrjen në fenë e tyre ose për shembull me fitimin e nënshtetësisë e kështu me radhë. Do të thënë gjithmonë sillen ligjet rreth përvetësimin edhe rreth marrjes së pasurisë. Kurse në islam nuk ka ashtu. Do të thënë njeriu thirret në islam që ta adhurojë Allahun dhe të shpëtojë ai për veten e tij. Do të thënë ta fitojë xhenetin, të shpëtojë nga xhehenemi. Kurse ajo që ka qenë më përpara mbetet ashtu si ka qenë, nuk ndryshohet, përveç nëse është në një padrejtësi e dukshme, nëse është vjedhje ose diçka e tillë që është e ditur. Pra nuk shpëton njeriu që më thonë se tani hina në islam edhe ta mbuloj krimin e tij, por qëllimi është se ajo që ka qenë normale para islamit, do thotë nuk ndryshohet. Ajo që është me rëndësi në lidhje me temën e trashëgimisë është kjo normë se nuk trashëgohen muslimani me mosbesimtarin, edhe ka në hadith tjetër, do të thënë la yatawarathu ahlu millatayn shatta, ose si ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të thënë nuk trashëgohen njerëz të dy feve të ndryshme. Edhe tham dy fe të ndryshme, do të thënë është Islami dhe kufri. Do thotë njerëz të kufrit nuk e trashëgojnë muslimanin kur gjykohet me ligjin e Allahut, edhe gjithashtu muslimani nuk e trashëgon mosbesimtarin asnjëherë. Do thotë edhe ky hadith tregon se Islami është lidhja më e fortë mes njerëzve.
Thot, pasi trashëgimi bëhet për shkak të ndonjë lidhje. Tham, cilat janë, a e dini shkaqet ose lidhjet për cilat vjen trashëgimi? A e mbani më? Hajde. Për fëmija, prindërin. Do thotë Lidhja e gjakut, po lidhja e gjakut, një, tjetër, nikah, lidhja po përmes martesës, nikaut. Tjetër ka. Edhe përmes wala, do të thonë çlirimi robërve. Do të flasim tani në hadithin tjetër. Do thotë me lirim, me dhurim të lirisë, gjithashtu edhe kjo bëhet një lidhje fuqishme si lidhja e gjakut. Këto janë lidhje të fuqishme dhe më e fuqishmja, do të thonë, është lidhja prej gjakut. Mirë po, ky hadith vërteton se lidhja e Islamit është edhe më e fuqishme. Edhe prandaj nëse ekziston lidhja prej gjakut, por ndarje në Islam, atëherë nuk ka trashëgim. Kurse bashkimi në Islam atëherë Islami është parakushti i parë i këtyre lidhjeve. Do të thonë që të funksionojnë këto lidhje tjera, duhet të jetë në bazë të Islamit. Edhe gjithashtu kjo tregon se Islami, do të thonë, i përforcon lidhjet mes njerëzve në përgjithësi, edhe ata që janë të largët edhe që nuk njihen, përmes Islamit, përmes ndjekjes Kuranit dhe Sunetit, me të vërtet bëhet lidhje e çuditshme, që është një prej mrekullive të kësaj feje, edhe ne e shohim, e përjetojmë edhe e falenderojmë Allahun për këtë mundësi që ne ka dhënë ta përjetojmë këtë dashuri vllazërore për hir të Islamit, edhe pse më herët nuk na ka lidhur as gjak, as vend, as ndonjë interes, por na ka lidh vetëm feja e Allahut subhanahu wa taala. Kjo çështja e trashëgimit mes muslimanit dhe mosbesimtarit ka se qafiri, mosbesimtari, nuk e trashëgon muslimanin për këtë ka ixhma. Do të thonë, nuk ka kundërshtim. Për të kundërtën, a e trashëgon muslimani mosbesimtarin, ka, do të thonë, shumica e dietarëve janë të këtij mendimit se nuk e trashëgon, por ka disa prej dietarëve dhe është transmetuar nga Abdullah ibn Mas'ud edhe Said ibn Musayyib. Nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, gjithashtu edhe prej tabinëve Said ibn al-Musayyib është transmetuar se kanë thënë muslimani e trashëgon jo muslimanin. Kurse kundërta jo muslimani, ajo dihet, do të thonë tham se ka ixhma. Edhe kanë sjellë si argument fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, el-islamu ya'lu wa la yu'la alayhi. Do të thonë, Islami gjithmonë ngadhnjen dhe asnjëherë nuk ngadhnjehet. Asgjë nuk del përmi Islamin. Mirpo, ky hadith, do të thonë, nuk është argument për çështjen e trashëgimisë, nuk flet për trashëgimin. Do të thonë, Islami është më i lartë, nuk ka dyshim, do të thonë, në përgjithësi e tregon vlerën e Islamit, por nuk flet për çështjen e trashëgimisë, kurse hadithin e temës që e lexuam është drejt për drejt. Pra, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, muslimani nuk e trashëgon jo muslimanin dhe jo muslimani nuk e trashëgon muslimanin. Do të thonë është e drejt për drejt dhe e qartë, edhe ajo që është e dukshme dhe e besueshme, se Abdullah ibn Mas'udit nuk i ka arrit ky hadith, nuk e ka dëgjuar, ose gjithashtu edhe Said ibn Musayyib, se nuk do ta kishin kundërshtuar. Pastaj në hadithin e radhës, që është hadithi 295, thot an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an bay'il wala'i wa hibatihi. Do thot, transmetohet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alayhi wasallam e ka ndaluar shitjen ose dhurimin e walas. Edhe për këtë fjalën wala, folëm edhe në takimin e kaluam, edhe një herë themi ka edhe një lloj lidhje për çështjen e trashëgimisë, që është kur një njeri ka qenë rob, musliman, do të thonë, është bë musliman,
Edhe kjo ka ndodhur shumë, sidomos në kohën e sahabeve. Ka ndodhur shumë që robrit, të cilët janë zënë rob në luftë, pastaj më vonë kanë pranuar Islamin, edhe janë liru. Dhe kur ai njeri i cili e liron robin, bëhet wali i tij ose meula i tij. Edhe ky meula trashëgon nëse nuk ka tjetër trashëgues. Nëse nuk ka tjetër trashëgimtar, do të thonë trashëgon waliju ose meulahu. Thotë kjo është çështja. Por këtu thot Abdullah ibn Umar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu të shitet kjo walaja. Do të thonë nëse dikush thot unë kam liru filanin, edhe unë jam wali i tij, edhe ta shes ty, që kur të vdesë ai ka mundësi ti ta trashëgos ose diçka të ngjashme. Kjo nuk është e lejuar. Do të thonë kjo walaja është një lidhje e ngjashme me lidhjen e gjakut. Edhe prandaj nuk lejohet shitja as dhurimi. Do të thonë neha an bai'il wala wa hibatihi. Gjithashtu edhe prej dhurimit, do të thonë është ndaluar edhe shitja dhe dhurimi i walas, sepse do të thonë është kjo një lidhje e gjakut, një lidhje si lidhja e gjakut që nuk mund të tjetërsohet pronësia. Do të thonë vetëm ai që e ka liru robin, ai është wali i tij ose meula i tij, dhe nuk mund t'i kalohet tjetër kujt, as me adhuru, as me shitje, as me ndonjë lloj tjetër të transferimit të pronësisë, do të thonë që me pas më pron këtë wala. Edhe do të thonë është vetëm lidhje mes robit që është liruar dhe çliruesit të tij. Vetëm mes atyre dyve, edhe do të thonë që çliruesi e trashëgon të çliruarin prej robrisë. Edhe ky çlirimi mund të jetë ose vetëm për shkak të bamirësisë, vetëm do dikush t'i bëj mirë, një rob sklav, do të thonë i cili ka hyrë në Islam dhe është përmirësuar Islami i tij, do thotë është i dobishëm për umetin, edhe është i aftë që të kujdeset për vetveten e tij, dhe e shet dikush tjetër edhe do qoftë ai pronari i tij i cili është, ose dikush tjetër, do të thonë do t'ja bëjë këtë mirë, e çliron. Ose ka mundësi çlirim për shkaqe tjera, siç është kefara për shembull. Lloj, do të thonë prandaj është nxitur shumë lirimi i robërve, se lloj gabime që mund të cilat bie muslimani. Shpagimi për atë gabim është çlirimi i një robi. Do të thonë nëse për shembull nëse betohet gabimisht ose duhet ta shkel betimin e tij, si del prej betimit, do të thonë duke liru një rob. Ose të tjera, do të thonë shumëta, kemi folur në disa raste. Dhe ky njeri i cili e liron, do të thonë ky është ai pronari i këtij hakut të walas. Edhe do të thonë ky hak arrihet me një i thuhet wasf, do të thonë është një cilësi, veti. Do të thonë me atë veti arrihet. Dhe kjo vetia është vetia e çliruesit. Do të thonë ai që është çlirues, vetëm ai e ka, do të thonë walan dhe nuk ka mundësi të transferohet kjo. Dhe çdo gjë që arrihet me veti, do të thonë nuk mund të transferohet pronësia e saj te dikush tjetër. Dhe nëse ndodh kjo, do të thonë se atëherë ajo shitblerja është e pavlefshme. Do të thonë pasi ka ndalesë, do të thonë që pastaj nëse ndodh ajo shitblerje, do të thonë se është e jashtëligjshme dhe është e pavlefshme, anuluar. Dhe gjithashtu kjo tregon se kjo lidhje, do të thonë është diçka që nuk shkputet asnjëherë. Do të thonë lidhja përmes walas nuk mund të kputet, nuk mund të anulohet asnjëherë. Për shembull lidhja përmes martesës ka mundësi të kputet, por lidhja përmes walas nuk kputet asnjëherë. Edhe gjithmonë, do të thonë çliruesi e trashëgon të çliruarin. Ndoshta për sqarim edhe më shumë, sqaron edhe hadithi i radhës, që është hadithi 296,
thot an Aisha radhiyallahu anha qalet kanat fi Barira 3 sunan. Do të thonë Aisha radhiyallahu anha transmeton dhe thot se Beriria radhiyallahu anha, do të thonë prej bereqetit saj është që janë shpallur 3 norma ose 3 sunete. Ka thënë khuyrat ala zawjiha hina ataqat. Do të thonë i është dhënë të zgjedh për burrin e saj kur është çliruar. Wa uhdiya laha lahmun fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal burmatu ala an-nar. Do të thonë i është dhuru Berirës mish, i është dhuruar thot. Do të thonë është se i është dhënë sadaka, realiteti, do të thonë tjera transmetime që sqarojnë, i është dhënë Berirës sadaka. Dhe pra mish, dhe ka ardhur thot erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tekun. Edhe ishte kusia duke vlu në zjarr me mish, duke u zjerr mishi. Fada'a bi ta'amin fa utiya bi khubzin wa udmin min udmil bayt. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoi të haj. Edhe i sollën buk dhe diçka gjellë prej që ka qenë në shtëpi. Atëherë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam alam ara al-burmata ala an-nari fiha lahmun. Do të thonë a nuk e pas kusin me mish duke u zirë, do të thonë. Kam thonë bela ja Rasulullah, po i dërguari i Allahut, ajo është mirë, po është mish që i është dhënë sadaka Berirës. Dhe nuk deshëm ne që të japim ty të hash prej tij, do të thonë, pasi sadakane ka pas të ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë huwa alaiha sadaqa wa huwa lana minha hadiyya. Do të thonë ai mish për ta është sadaka, mirë po për ne prej saj është dhurat. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu, pra thot Aisha radhiyallahu anha, al wala'u liman a'taq. Do të thonë walaja i takon atij që ka çliruar. Do të thonë këto tri çështje këtu janë përmendur. Çka do të thonë secila prej tyre? Njëherë zgjedhja. Do thotë Beriria ka qenë robresh. Edhe ka qenë e martuar me një rob. Edhe ka qenë i zi, do të thonë prej Afrike, do thotë. Edhe i shoqi i saj rob, i dikujt tjetër, sklav, do të thonë edhe ajo sklave. Dhe ka dashur që të çlirohet nga kjo gjendja e skllavrisë. Edhe ka qenë në një familje prej familjeve të ensarve, edhe ka kërkuar diçka që quhet mukatebe. Domethënë kur robi bën kontratë me pronarin e tij me një pagesë të caktuar, në fat caktuar, ta blej vetveten. Domethënë vetëm në këtë rast, atëherë robi posedon pasuri. Domethënë mund të jetë pronari i pasurisë së tij që e fiton. Edhe me këtë pasuri, do të thonë e pagun lirinë e vetvetes. Se përndryshe robi çka punon dhe çka fiton është pronë e pronarit të tij. Kjo, do të thonë, e ka bërë këtë marrëveshje me familjen e saj, do të thonë që kanë qenë pronar, për 9 ewaq, që janë, do të thonë, masmace, prej ari për 9 vjet t'i paguaj. Pastaj pasi ka pagu 3, ose si ka qenë, do të thonë, ka pagu 3 edhe ka ndje vështirësi, atëherë i është drejtu Aishas radhiyallahu anha. Ka thënë do të thonë, ka kriju ndihmë për çlirimin e saj. Dhe Aisha radhiyallahu anha do të thonë, ka thonë unë do të blej prej asaj familjes edhe do të liroj. Mirë po, familja që ka qenë pronare kësaj, ka thonë që ne ta shesim, mirë po el wala të na mbetet ne. Edhe atëherë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el wala'u liman a'taq. Do të thonë walaja i takon atij që liron. Do të thonë që do të jetë Aisha radhiyallahu anha maulaja maula, thuhet me ta merbuta maulatu Berira. Do të thonë Aisha radhiyallahu anha do të jetë ajo që mund të trashëgoj. Kjo është njëra. Do të thonë atëherë kur është çliruar, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka tregu që ka të drejtë të zgjedhë, ta vazhdojë martesën me burrin e saj, që ka qenë rob gjithashtu, ose të ndahet.
Mirë po ka thënë nëse qëndron edhe ke kontakt me të, pas lirimit atëherë nuk mund të ndahesh. Ajo ka thonë nuk du të vazhdoj me të. Edhe burri saj që ka pas emrin Mughith, do të thënë ka qenë rob i zi, edhe e ka dash shumë, edhe e ka lutur shumë. Edhe e ka thënë është anku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse ka edhe një tjetër normë e katërta që është përmendur në rastin e berirës, që është se ajo duhet të ketë idde si gruaja e lirë kur divorcohet. Domethënë që është, a kemi folë për talak, apo? E marrin mend. Sa është iddeja? 3 cikle, jo 3 muaj. Domethënë, pra i ka thonë, pasi ajo ka thonë nuk duhet të vazhdoj me ta, martesën, atëherë ka thonë duhet të qëndrosh në idde si gratë e lira kur divorcohen, domethënë njësoj. Kjo është norma e 4 në lidhje me berirën. Atëherë burri i saj Mughith, do thotë, e ka dash shumë, edhe e ka lutur shumë, edhe ka qenë shumë, pse është nda, domethënë kjo grua. Edhe është anku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë berirës, domethënë ktheu te burri jot se ai do se me këtë kuptim. Edhe ajo i ka thonë, a është ky urdhër prej teje ose këshill? Demek vetëm mendim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vetëm këshill, atë ka thënë nuk e dua. Domethënë me pas qenë urdhër prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të ishte kthy, sepse ai është ligj që është obligim të ndiqet. Mirë po, nëse është vetëm kështu ndërmjetësim ose demek mendim, atëherë ka thënë nuk e du atë. Edhe transmetohet se burri i saj Mughithi, domethënë e ka ndjek në për rrugë, edhe ka shiku, edhe ka domethënë vazhdimisht domethënë i kanë rrjedh syt, e ka lutë shumë, mirë pa e nuk ka dashur të vazhdoj me ta. Mirë, domethënë këtu çka ka përmendur Aisha radhiyallahu anha, çështja e parë është se robresha kur lirohet, domethënë dhe e ka burrin rob, atëherë ka të drejtë të zgjedh, nëse do ta vazhdoj martesën ose jo. Për këtë ka unanimitet, domethënë te dietarët, por nëse burri i saj është i lirë, atëherë ka dy mendime dhe shumica e dietarëve janë se gjithashtu ka të drejtë të zgjedh. Edhe nëse është burri i lirë, domethënë, kur ajo e fiton lirin, atëherë zgjedh ta vazhdoj martesën me ta ose jo. Kjo është norma e parë që e ka përmendur. Pra Aisha radhiyallahu anha me këtë hadith e lëvdon berirën, edhe tregon se domethënë ka pas bereqet ajo për këtë ummet, se i ka ndodhur domethënë kjo çështje dhe në lidhje me të janë shpallur këto norma që kanë mbetur për ummetin, domethënë deri në ditën e gjykimit vazhdojnë këto. Thotë janë rregulla që nuk janë të veçanta vetëm për berirën, po janë të përhershme deri në ditën e gjykimit. Tham kjo është çështja e parë. E dyta është sqaru një normë në lidhje me ndryshimin e pronës. Do thotë kur ky mishi i është dhënë si sadaka berirës. Pastaj ajo e ka, domethënë ai mishi është i saj. Atëherë ajo ka të drejtë t'ia dhuroj dikujt ose t'ia jap sadaka ose ta shes. Domethënë pastaj ajo është prona e saj. Kjo domethënë që kur dikujt i jepet sadaka, pastaj çka vepron ai me atë pronë nuk vlen ajo për të tjerët. Domethënë ka mundësi që i jep dikujt sadaka edhe shet ai atë sadaka, ai që e blen mund të jetë prej njerëzve që nuk i takon sadakaja. Domethënë nuk i takon zekati për shembull, ka pasuri prej zekatit, edhe ai pasi e merr atëherë ka të drejtë, domethënë t'ia dhuroj dikujt tjetër ose ta shesë kështu me radhë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur të ndaluar sadakan ose zekatin. Edhe për këtë shkak ata familjarët i kanë thonë që
nuk dham prej atij mishi sepse është prej sadakas. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i ruajtur prej kësaj çështje. Një herë kur ka qenë në uri të skajshme, edhe ka pas, domethënë siç transmetohet se ka lidh 2 gur në bark pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak dhimbjes nga uria, edhe ka pa një hurm në shtratin e tij. Edhe ka thonë sikur ta kisha ditë që nuk është prej sadakas, do të kisha ngran. Domethënë edhe në këtë gjendje nuk e ka prekur sadakan. Mirpo ky rast tregon se pasi ajo si sadaka ka ardhur te beriria, pastaj pas berirës kujt ja jep si ja jep, domethënë nuk vazhdon ajo të jetë edhe më tutje sadaka. Dhe beriria ja ka dhënë si dhurat, domethënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe familjes së tij. Prandaj ka thënë huwa alaiha sadaqa. Domethënë ky mish për të është sadaka. Mirë po tani ajo e posedon. Wa huwa lana minha hadiyya. Kurse për ne prej saj, domethënë tani ajo nuk e ka dhënë si sadaka, po e ka dhënë si dhurat. Kjo është norma e dytë që e ka përmendur Aisha radhiyallahu anha, dhe norma e tretë es-sjarum, domethënë al-wala'u liman a'taq. Domethënë walaja i takon atij që liron. Po ashtu ka që është thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ajo familje kushzon kështu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam secili që bën një kusht që nuk është sipas ligjit të Allahut, ai kusht është batil, edhe nëse e kushzon 1000 herë ose 100 herë, si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë kushtet në shitblerje ose në kontrata të tjera, nëse janë në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin, me ligjin e Allahut, atëherë ato kushte duhet të plotësohen. Kur merren vesh të dy palët, domethënë duhet të përmbahen kushteve. Nëse kushti e kundërshton ligjin e Allahut, atëherë ai kusht është i pavlefshëm edhe nëse e kushzon 1000 herë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto, domethënë janë pra këto norma, si që thamë këto 3 që janë përmendur, dhe e 4ta, se kur zgjedh ajo robresha që është liruar, që të ndahet, gjithashtu duhet të bëj idde njësoj si në divorc. Po, do thotë prej përfitimeve, thamë të gjithë dietarët është se kur burri është rob, atëherë ajo ka të drejtë ta anuloj nikahun, gruaja. Kjo është të gjithë, kurse nëse burri ka qenë i lirë para saj, atëherë shumica e dietarëve dhe xhumhuri, domethënë Maliku, Shafiu dhe Ahmedi, janë të mendimit se gjithashtu ka të drejtë, pra sipas këtij hadithi. Kjo po ashtu tregon se mes bashkëshortëve, domethënë kur për martesë, ka një aspekt që shikohet, që quhet kefa'a. Domethënë, kefa'a thotë që të jenë ky burri me këtë gruan të jenë të përafërt ose të domethënë që kanë barazi. Në çfarë çështje duhet të kenë kefa'a në fe. Domethënë kjo është obligim, patjetër. Pra që t'i jepet vajza dikujt për martesë, duhet shikohen këto. Njëherë kefa'a në fe, domethënë që të jetë me fe, të jetë musliman. Përndryshe nëse nuk është musliman, nuk lejohet të jepet vajza jo muslimanit. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu për çështjen tjetër, domethënë nëse është musliman, mirë po ka dobësi në fe, atëherë është gjithashtu duhet mund të refuzohet, domethënë për shkak të dobësisë në fe. Se si kanë thënë, do thotë, pra më e rëndësishme është për gjitha kefaeteve është kjo barazia në fe, edhe nëse është prej njerëzve të bidatit, atëherë nuk ka dyshim se është obligim të refuzohet, se kanë thënë dietarët selefit, ai njeri që e marton atë të cilën e kanë në përgjithësi, domethënë vajzën ose motrën ose dikon që e ka në kujdestarinë e tij, e marton me një prej njerëzve të bidatit, domethënë se e ka tradhtu amanetin. Dhe ajo ka qenë amanet,
edhe e ka tradhu këtë amanet nëse e ka bërë këtë martesë. Pra duhet shikohet që burri të jetë njësoj ose më mirë në fe se gruaja. Edhe kjo aspekt, duhet të merret parasysh patjetër në fillim. Pastaj tjetra është gjithashtu edhe në prejardhje. Kjo merret parasysh, por nuk është obligim, nëse burri është për një prejardhje, jo të mirë, ose jo në nivelin e prejardhjes gruas, ka drejt që të refuzohet për martesë. Edhe një kefa është në lidhje me lirin dhe robrin, që tash në kohën tonë nuk e gjejmë, mirë po kjo është me rëndësi. Nëse vjen një rob, e kërkon vajzën që është e lirë, ka mundësi, pra kjo merret parasysh dhe ka drejt edhe vajza edhe kujdestari i saj kanë drejt që ta refuzojnë, mirë po nëse pajtohen, ajo është martesë e saktë, nuk ka pengesë. Por këto çështje duhet merren parasysh edhe njëherë feja që është obligim, pastaj preardhja ose familja, pastaj edhe çështja e pasurisë ose edhe tjera aspekte, edhe për mençurinë për shembull ose diturinë ose kështu. Këto duhet të kihen parasysh kur shikohet për martesë. Po, tjetër prej atyre që përfitojnë nga ky hadith është pra ajo që tham për sadakan, nëse të varfrit, nëse një të varfri i jepet sadaka dhe ai e merr atë, këtë sadaka që e ka marrë i varfri, mund të shfrytëzoj dikush tjetër që nuk e ka hak sadakan. Nëse ja jep. Pra nuk mund se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur të ndaluar komplet. Mirë po, ka edhe prej atyre që nuk janë prej familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nuk e kanë gjendjen për të marrë, atë nuk e kanë të lejuar ta marrin zakatin ose sadakan, por nëse është rasti i tillë, atëherë mund të hanë ose të përfitojnë prej asaj që i është dhënë dikujt që e ka pas hak. Gjithashtu kanë përmendur prej dobive të këtij hadithi se i zoti i shtëpisë duhet t'i pyes anëtarët e familjes për gjendjen e shtëpisë, edhe është në rregull edhe të pyes për ushqimin, a ka ushqim ose është prej kujdesit për familjen dhe për shtëpinë. Mjafton me këto sqarime dhe me këtë u përfundu tema e trashëgimisë në Umdatul Ahkam dhe tham se kjo temë është temë e rëndësishme edhe kërkon precizitet dhe dedikim të vërtet për mësimin e saj dhe kush është i dedikuar duhet të jetë me vërtet të ketë zell për mësimin e kësaj diturie dhe të ketë mësues të mirë edhe të mësoj. Edhe është e lehtë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wa